Artur Drini riktheheni në Shkodër dhe më njëherë në ringun e Pallatit të Sportit të Qazim Dervishi. Besoj që përjetuat emocione sot. Mirë ditë përshëndetje gjithë Shkodrës, e Shqipënisë, tonëve, përshëndetje për zemrës, po ju thëmë mirë si u gjeta. Po në fakt një ashtu është fill në ring, se unë ka marrë me një pretendim që me ba një nishe dytë një boksier profesionist që jam të stërvitur në qysh në amator, Leotrim Berisha, aja është normal që ka lind në Vjenë, është prej Austrijet, është prej Pejet, Kosovës, po ka ardhur në Berlin për hatër tem dhe më thonë që mu stërvit me mu për boksin profesionist. Edhe si që arrit me fjallë nishën e parë në Tiranë me datën 5, që u majtë në Tiranë, po unë nuk isha aty trajner i afërt i tij, po duke e këshillu edhe Jetmir Kuçin që ishte trajner i Leotrim Berishës, tu e këshillu Jetmir Kuçin se çfarë nevojë ka ky boksier që me ecë përpara edhe me kenë i suksesshëm në nishën e parë tij. Po kundër një kundërshtarit turk që ishte në fjalë ai boksier me 8 nishje. Pra ky nishën e parë boksieri kundërshtar me 8 nishje, pra arriti një fitore me 4 runde me pikë me kret postërta. E jo me fjallë që me thonë një neshje e bleme ose si mas disa në Guajllona që thuhet në për Shqipni. Unë kër e bi një boksier ose një sportist, o me fitu në të pastërt me një boksier sa datë fort, ose me fjallë nuk bën boksej. Unë du me pa boksin tem një boksier cilësor me një boksier tjetër cilësor. Gjatë Drini besoj që sot kishit emocione që u takuat me shokë dhe miq të boksit shkodran dhe shqiptar. Po, emocionet ishin me tonë drejten shumë fjalë që u takua me Profesor Zefin, me trajnerin tem domon që jam rritë domon me anën e boksit me tem, ishtu me thonë, ne kena shku për çdo festë, për çdo gjë te shtëpia e Profesor Zefit, i na bashku tonë me boksierët e vllaznisë. Kanë një kënaqësi prap që i kujtuam disa ngjarje ose disa viteve shumë më herët, domethënë, qoftë nga ana e shkumjes, domethënë festave, qoftë nga ana e boksit që i fut me fjalë. Po u kënaqem me fjalë. Ishte një nishë e bukur prap që meti shumë te unë pse nuk e la, por se ishte të dy shqiptar me thonë, por se ishte i Kosovës edhe i Shqipënisë, tjetri për Lazarin e Jetmir Kuçin që ishte domon trajner në qoshe, edhe u hupa e neshe domon 3-1, 2-1, diçka valla, po unë me synin tem edhe që ja njiha edhe Profesor Zefit pikë rundin e parë e morri ai. Domon boksieri i Kosovës. Rundi i dytë ishte i barabartë. Rundi i tretë mori boksieri domon shqiptar prej Shkodrës. Pra e fitoi me fjalë me rundin e tretë 9 pikë pasata, 9 pikë pasata, 2 pikë i ka dhënë, i ka marrë 2 pikë, i ka marrë kundërshtori i Kosovës. Pra po e nap një ngjarje me fjalë që mollim ta ideal, se ishte ideal i ri, ideal boksier i mirë që kisha dëshirë të madhe. Turi, pak me heret bëhet me dije sepse kishit plane për të ardhur me një boksier, por sa për informacion të shikuesve tanë, jemi në intervistë me Artur Drini, një ish kampion i vllaznisë dhe i kombëtarës që prej shumë vitesh jeton në Gjermani dhe drejton edhe klubin Hertha të Berlinit. Diçka për klubin tuaj ku ju ushtroni detyrën e këtyre trajnerit. Ashtu e drejtë është zotni Gac për Marku, unë aty jam trajner domon te Hertha, po në këtë periudhë domon këtë vit domon që Hertha është jo në gjendje të fortë në listën e kampionatit gjerman. Është domon pension më të mirë, po aty ku kam menduar e ka rënë me fjalë, pse unë kam pas vetë disa tërheqje për boksin profesionist, për mi stërvit 1-2-3 boksiera në anën e boksit domon profesionist. Edhe si thash në këtë aspekt domethënë, jam keni fije pak më të rehekun, edhe në këtë vit domon 2025-2026 sa kanë atë nivelin e duhur. Edhe përsëri
që fillon sezoni i ri i dimnit, është kupa që bëhet i tash, edhe shpresoj që makare morën kupën e Gjermanisë, i këtë trofë prej kampionatit gjerman që ishte. Prej shumë vitesh në Gjermani, jeni larguar nga Shkodra në moshë të re, sa i mungon në Shkodra, sa i mungon kjo ring, ku keni boksuar për shumë vite si kampion i Shqipërisë? Unë mungon shumë kjo arena ose ringu këtu, edhe brohëritet e shkodronëve që kanë brohërit në vitin 96 që u majtë kampionati i parë këtë pallat sportit, kampionati i parë për këtë pallatin e ri që u bë në 96 me brohëritet mëdha që u mush pallati që doli Vllaznia kampion e Shqipërisë, edhe domethënë mungon shumë me fjalë, mungon se unë jam shumë i prek shumë për mungesën që mungon Shkodra mu. Cila ka qenë ndeshja juaj më e bukur që mbani mend, që keni fituar jo vetëm në Shkodër, por ndoshta edhe në Tiranë apo jashtë Shqipërisë? Janë disa ndeshje, po me Beqajn e Vlunës, a ke një ndeshje shumë e fortë në Durrës, në kampionatin e fundit që 98-ën që unë dosha më për me shku. Jo me qëllim që nuk disha hala që pa hi boks domon profesionist, po që u largua më së në 99-ën. Po me Beqën ishte ndeshje e fundit, po ishte me tamam një ndeshje e fortë që më komit në manë teme, pse nuk e kam bërë një rikthim i fjalë për kampionatin shqiptar përsëri me Beqajn. Traditën e familjes Drini po e vijon më së miri se na Drini, një kampion i Shqipërisë, por po i mungon këtij aktiviteti. Njështu është e drejtë, domon Senodi ka lejë boks domon profesionist, si din shumë Shkodrës e Shqipërisë, ka bë boksin profesionist ndeshjen e 5 e ka bë, edhe domon Senodi është me tamam në boks profesionist është duke u paraqit mirë, po mungon Shkodrës pse ai është tërhek vetë, ala nuk di se asun që me avon emnin për amator boksin, se me thonë drejtën, kur kalon në boksin profesionist mu rikthu dhe herë në boksin amator nuk lejohet. Kjo është e ditën, por me fjalë për boksin në profesionist që a dashë që mu mojt, Senodi ka pas disa mangësi në stërvitin e tij. E fundit, ndoshta sa po ndoqë ditën e parë të Torneut Memorial Vllaznia 2026 në boks i pat ndeshjet e kësaj dite. Kush mendoni se mund të jetë fitues Shqipëria, Malezi, Kosova, se janë rivale? Prej Malezi, po është boksira ata cilësor, atë Kosovës, po unë më mirë që ja thoni që me pa dhe nesër neshjet, dhe por se mund me kenë finalet që janë nesër, po s'mundu me avu gishtin të amanë se ku ashtu, unë kisha pas shef me fjerë boksirët e Shqipënisë që me kenë përsëri nëllë të monel. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju shumë.